Përshëndetje miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Sot do të shikojmë disa nga mesazhet e orakullit të dashurisë. Na thot orakulli për ditën e sotme. Faluni dhe lutuni. Falni gabimet tuaja dhe lutuni për gjërat që doni të realizoni në jetën tuaj. Një kalorës ju vjen, një kavalier, ju vjen me këtë kalë duke ju dhuruar këto lule dashuria. Jeni një person i ndriçuar. Ju keni një aurë magnetike të fuqishme në jetën tuaj. Jeni një person që keni zgjuarsin, keni urtësin, keni diturin, keni një energji të fortë pozitive. Ju shumë shpejt do të gjeni personin e dur në jetën tuaj, në këtë univers të mrekullueshëm. Dhe do të keni një përputhshmëri të dy me njëri tjetrin. Këto ishin disa mesazhe të orakullit. Tani do të marrim disa mesazhe të Teas, të letrave Tea. Çfarë thon letra Tea? Çfarë mesazhe na thon letra Tea për dashurinë? Bëni të pamundurën për të ndier pranë njëri tjetrin, dhe pse jeni larg sot. Të do pa kushte, pa interes dhe pa kompromis. Dëshiron gjithçka të mirë për ty. Pra, gjithçka të mirë, ai e dëshiron që të ketë në jetën tuaj. Të admiron, të ëndëron dhe të do pafund. Do të di çdo gjë çfarë ndodh në jetën tënde. Pra, do të marrësh çfarë ndodh në jetën tënde në çdo aspekt. Prania juaj, këshillat tuaja e kanë transformuar si njeri. Mendon të të bëj një surprizë. Vjen drejt teje shumë shpejt në mënyrë të papritur. Ti vlen për të dhe je gur i çmuar. Vizualizon të ardhmen me ty. Vjen drejt teje në befasi. Të mendon në çdo moment, në çdo sekond. Je në mendjen e tij. Është i fiksuar pas teje.